Muhamet Çekini, tifoz i zjarrit Vllaznisë, humorist i njohur, besoj që po ndisni curinë e skuadrës tonë. Po tjetër, në ka bon si thënë me krah Vllaznia këta kohë, sidomos këtë fazën e dytë, si ben me kanë faza e treta, edhe a kënaqësi me shku në stadium tash. Jo pse s'kena shku edhe kur ka humbë, na kena shku, por tash që na ka bon me krah, si thënë asaj fjalës. Mendoj që për këtë 107 vjetor që është tash, të bëhet një festë e madhe, një festë e mrekullueshme, na bëjnë të gëzueshëm Shkodrën, inshallah si vjet edhe me titull, se kupën besoj që e kena tonën, ja kena marrë dorën kupës, po kena hallin kampionatin. Presim tifozët për ta festuar siç duhet, siç i takon Shkodrës këtë 107 vjetor. Inshallah tifozët kanë me mungu, sidomos për festë. Se kjo është një festë e tonë Shkodrënve, nuk është puna vetëm se është e tifozave, kjo është e tonë Shkodrënve, edhe aty në që s'vinë kur në stadium, edhe aty në është festa.